Programi për bashkët me zhvillimet që te kalojnë kufin shtetëror. Kufi. Përshëndetje nga studio Radio Tiranës, të dashur dëgjues. Po takohemi si çdo të hejtë në emisionin tonë të përbashkët pa kufi. Radio Tirana, Radio Kosova, Radio Shkupi dhe Radio Mali Ziku për 60 minuta diskutojmë tema dhe aktualitete që preokupojnë qytetarët e vendeve tona. Këtu nga studio Radio Tiranës, një përshëndetje nga unë, Jahu Margjeka. Cilësia dhe siguria ushqimore në vendet tona. Kjo është tema që kemi zgjedhur të flasim për këtë emision. Dy janë sipas meje nën temat e bisedes në vazhdim. Produktet e importit a kontrollohen rregullisht dhe si? Pse arrin të hyjnë në treg produkte të kontaminuara, si rasti i mishit të pulës me salmonel në Shqipëri, ardhur nga Brazili, apo lule shtrydheve me pesticide importuar nga Greqia e të tjerë. Argumenti dytë do të thoja janë provimet e vendit. A ka kontroll apo certifikim nga specialistët apo autoritetet vendase, veteriner, agronom e tjerë dhe tjetra. Pse në marketet gjithnjë më shpesh gjenden produkte që u ka kaluar skadenca. Unë jam me profesorin asociuar doktor Zef Gjetën. Profesor, shumë faleminderit që ke ardhur sot. Në studion e Radio Kosovës me kolegen Mirvete Uka është Lamir Thaçi. Mirvete, përshëndetje për ju dhe të ftuarin tuaj. Përshëndetje Jaho dhe për ju dhe të ftuarin tuaj. Përshëndetje edhe për kolegët në dy studio tjera. Dashmë është me mua, zoti Lamir Thaçi, zotën si Agjencisë Ushqimit dhe Veterinës. Faleminderit shumë që jeni sot me ne, zoti Thaçi. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi gjithmonë. Po faleminderit Mirvete. Shkojmë në Radio Shkup me kolegun Mehmet Ali Jusufi. Ju keni në studio profesor doktor Namit Durmishin nga Universiteti Shtetëror i Tetovës. Po Mehmet Ali, do të lidhemi më vonë në rrjedhën e bisedës. Në rregull, Jaho, ashtu siç prezantove, i ftuari im është Namik Durmishi, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Në studion e Radio Malitezi e ftuar e kolegu Cenat Gilaj është Adisa Luka, teknologe e ushqimit. Kronikën e përgatitur nga kolegu Gilaj do të transmetojmë për gjatë emisionit. Pas këtij prezantimi të ftuarve të gjitha studiove, propozoj ta fillojmë biseden këtu në Tiranë me profesor Zef Gjetën. Profesor, në Shqipëri ka patur shqetësime për sigurinë ushqimore, përfshirë rastin e filetave të pulës, siç thamë, me salmonel, lule shtrydhet e kontaminuara me pesticide nga Greqia, edhe disa shqetësime të tjera që janë zbuluar, produkte të rrezikshme për konsumatorët, për shëndetin e popullatës, sikurse edhe mandarinat me pesticide dhe të tjera. Për të gjitha pra ju ftoj të flasim, por unë do doja të filloj me atë që në opinionin tuaj si specialist, sidomos i agrokulturës, pse kemi ardhur deri tek kjo situatë? Kjo është më shumë pasojë e neglizhencave, sepse duhet të thonë që legjislacioni është mjaft i mirë. Është parafruar legjislacioni evropian dhe në Shqipëri legjislacioni është shumë i mirë. Por çfarë ndodh? Në momentin që në kufirin tonë, në doganën tonë ka mbrit një ngarkesë me pula apo ngarkesa tjetër me lule shtrydhe nga Greqia, merren mostrat për analiza. Janë specialistët, ekspertët atje që puna e parë marrin analizët, marrin kampionën dhe i çojnë për analizë. Neglizhenca është sepse kjo ngarkesë duhet shkojë ose aty në dogan ose në magazinën ku këto e deklarojnë, pra në magazinën e vet kompanisë, por deri në momentin e ardhjes përgjigjeve ato nuk duhet fillojnë të shpërndahen. Ky është rregulli, ky është ligji, këtu kështu duhet veprohet. Mirë, po për neglizhenca nga më të ndryshmet, për një mbyllje syrit apo veshit, me njëherë sa po lihen analizat, apo eksperti merr analizat, kampionaturën, si për t'i quar për analiza, ato e shpërndajnë në rrjetin e tyre në treg. Pa pritur përgjigje. Pa pritur përgjigje, dhe në momentin pastaj që del përgjigja, pulat janë ngrënë. Në momentin që del përgjigja, lule shtrydhet janë shpërndarë në tregun me shumicë dhe atë me pakicë dhe janë ngrënë nga popullata. Tani ne duhet jemi shumë koshient dhe unë dua të ul panikun, sepse nganjëherë kur del një gjë në media thuhet nuk ha masë usmurë dhe po vdesim. Tani efekti është gradual dhe është shumë i ngadalshëm dhe nëse marrim për shembull salmonelën, është e sigurt që është një bakter pas gatimit ai ka ngordh, nuk ka më efekt. Po duhet të zihet si
ose zihet ose pas asaj që lexova. Patjetër duhet i kaloj temperaturë goxha të lartë. Duhet i kaloj 80 gradët. Mirë është me kaluar 100 gradë, 110 gradë, por në mbi 80 ajo është e shkatruar. Kështu që popullata nuk ka pse friksohet me një herë edhe të thojë tash nuk hahet më, sepse ka ndodhur një gjë shumë e shëmtuar me lule shtrydhet. Shqipëria tani e ka pesticide. Po, tani ka agun e fillimit të vjeljes lule shtrydheve vendase. Dhe më besoni, në momentin para se të jepet lajmi për këto lule shtrydhet e Greqisë, të ardhura nga Greqia çmimi ishte 250 ose minimalja 200 lekë për kilogram. Aktualisht është 100 lekë dhe se blej njerëzit. U krijua panik. Ndërkohë që nuk ka një lidhje fare në mes një lule shtrydhe të ardhur nga jashtë dhe një lule shtrydhe të prodhuar në vend, sepse duhet të themi të drejtën. Këto produkte që janë cilësore, janë të kërkuara në tregun ton ose vendas, prodhohen nga fermer të avancuar dhe këto e kanë një hurinë e teknologjinë e duhur. Me teknologjinë e duhur dhe këto nuk e bëjnë gabimin që të përdorin pesticide, sepse e dinë që laboratori është si kurrenti, e çojnë në laborator të del hilja. Kështu që këto janë të ndërgjegjshëm dhe nuk është pra po e pson tregu për pa shkak ose pa të drejtë në fakt, se shkaku është ose indici është, por pa të drejtë. Ka qenë një ngarkesë e vogël, jo e konsiderueshme, ardhur nga Greqia me lule shtrydhe dhe nuk shitet lule shtrydhja vendase. A bën, profesor, a mundet të ketë edhe influenca nga grupe të caktuara për të dëmtuar unë isha një studio televizive me një fermer për të favorizuar prodhimet vendase apo e kundërta, megjithëse ju thoni tani konsumatorët nuk i blejnë as prodhimet vendase nga frika se janë të gjitha një lloj. Po sepse gazetarë në studio ndryshme më kanë pyetur a mund të njohim, nuk i njeh. Edhe laboratori dhe don reagent për të caktuar masa të caktuara që ta dalloj, kështu që konsumatori nuk e dallon dhe i largohet. Bën një hap mrapa dhe nuk i blen. Mirë, po është dëm shumë i madh. Qoftë për ata që nuk e konsumojnë, por shumë i madh për fermerin, për gjithë sinxhirin, sepse ai ka 3 muaj, 4 muaj që merret me përgatitjen e tokës, me plehrimin bazë, me përgatitjen e fidanit, derisa vjen prodhimi dhe pastaj i del nën kosto. Kështu që është një dëm shumë i madh. Duhet parë në të dy anët, jo thjesht që erdhi me pesticide, tash jemi shumë keq, po vdesim nga kimikatët, kjo duhet larguar. Të thotë ne duhet ta shtojmë kujdesin, është ajo parulla që ose si thua slogani që përdorim në pandemi. Kujdes po, frigjo. Po, bukur. Megjithatë, profesor Gjeta, si pasojë këtyre realiteteve, ditën e parë është shkarkuar nga detyra drejtori i AKU-s, autoritetit kombëtar të ushqimit. Po, është shkarkuar, madje më duket se ka lënë dorëheqjen, është edhe më mirë, sepse ajo është vetë paraqit, më kaloi kjo gjë dhe po dorëzoi, por nuk zgjidhet me këtë. Në opinionin tim nuk zgjidhet me këtë, sepse po ik një person i cili ka disa kohë nga dikush tjetër që se ka akoma eksperiencën. Pra ne duhet të përpiqemi që afërsisht mundësisht bëjmë sa më pak dëm, edhe kur është shpallur një gjë, sepse diku më thash që në qoftë se për makinat e Beratit u futën ja 2-3 vjet në burg, mirë është që të marrim masa të shkojmë përpara se na u shfaq kjo. Do të flasim në pjesën e dytë, profesor, për prodhimet vendase që nuk e kalojnë dot doganën në Kroaci. Patjetër me kënaqësi. Por edhe një pyetje tjetër e kisha, domethënë ju thatë legjislacioni është, gjithçka është për të bërë punën ashtu siç kërkohet, siç duhet, dhe prap ka lëshime. Duhet përgjegjësim edhe i importuesve, sepse një importues ai nuk dëgjoj nga cilësia. Pyet për çmimin këtu, pyet për çmimin atje. Ka profesor, a kanë këto kompani njerëz vërtet të certifikuar, njerëz. Unë kam lexuar në shtyp, megjithëse ju thatë gazetarët shpesh e bëjnë atë mizën buall. A kanë për këto institucione njerëz vërtet specialist, sepse shpesh thuhet që në X institucion ka mësues historie, mësues gjeografie dhe që kanë gjetur një vend pune aty dhe mungon specialisti. Ka pak. Fillimisht ka një si thua hatërdhek në emërimet në punë, qoftë në shtet, qoftë në privat, dhe pastaj janë të dhënë shumë nga IT, nga njerëz për marketingin, nga njerëz për imazhin, dhe nuk e vrasin mendje shumë në themelin e gjës, pra që specialisti agronom, specialisti teknolog të jetë atje. Po që mirë, po që nuk e vrasin shumë mendje, ne duhet IT aty, i duhet të reklamuesi, ai që ban PR-in dhe për tjerat janë më pak të shqetësuar. Kjo është në gjithë qytetarët, konsumatorët vetë. Në raste të tilla,
çfarë mund të bëjnë dhe mund të bënin diçka më shumë për E ban fakt qytetarët duke reaguar duke mos e bler. Pra dhe megjithëse ka duke mos e bler. Duke mos e bler. Kjo pastaj shkon shtyn pyka-pykën. Dhe qytetari duhet të ketë kujdes në blerjen e tij. Dy gjëra që janë paralel shkojnë njëri mas tjetrit. Kilometri zero ose sa më afër dhe sezoni. Ne pretendojmë tani të hajmë 13 muaj vitit me shakaun lule shtrylle. Nuk hahet gjatë gjithë vitit. Duhet ta marrim sezon, sepse kur e marrim jashtë sezonit, edhe prodhimi është në sforca, përdoren kimikate stimulues për ta mbrojtur, për ta rritur edhe për gjithçka, kështu që si thua është më e cenueshme cilësia e një produkti apo një produkti. Pra edhe qytetarët duhet të pak a shumë të ndërgjegjësohen, të kenë atë si të thuash orientimin e një ndërgjegjësim më i madh i qytetarëve, ai ndikon menjëherë tek tregtari dhe tregtari tek prodhuesi dhe gjithë zinxhiri ndikon që të ketë përgjegjësi më të lartë dhe cilësi më të mirë. Ta ndikon tek shëndeti i popullatës, sepse jo të gjithë mund ta siç thatë ju për shembull ta zinë produktin në 100 gradë, 100 gradë dhe ai zhduket, bakteri zhduket e tjerë. Por tjetri e merr të mirëqen dhe e konsumon ashtu. I sjell një shregullim shumë të madh të sistemit tretës, që nga goja deri te jashtëja. E çrregullon gjithë sistemin, ne shoqërohet me diare, shoqërohet me padëshirë për të ngrënë, dhimbje koket, nganjëherë temperaturë e tjera me radhë, që këto janë simptoma të thjeshta. Praktikisht ka mbetje helmesh, siç janë metalet e rënda që na vinë tek peshku, apo siç janë këto tjera që na vinë edhe qoftë duke u shitur produkti i freskët në rrugë. Ne marrim mbetje plumbi, mbetje plastikesh, komplika shumë vogla, të cilat në sasi të madhe ndikojnë edhe deri në vdekjen e personit. Faleminderit profesor Xhef Gjeta. Shkojmë në Radio Kosova me kolegën Mirvete Huka dhe të ftuarin e saj zotin Damir Thaçi. Zotni Mirvete. Po, zoti Thaçi, ju keni deklaruar disa herë për media që nuk ka rrezik të prezencës së salmonelës në mishin e importuar nga Brazili, ai që është në shitje në Kosovë. Sidoqoftë, pas kësaj bujës që u bën në Shqipëri, i morët masat ju pasi u ngrit ky problem apo e kishit edhe më parë nën kontroll importin? Faktikisht të gjithë ngritja e dyshimit ndodhi nga raportimi që u bën në Shqipëri. Ne pam që konsumatori ndihej i shqetësuar dhe ne me njerë ndërmarrëm veprime që përveç se të faktojmë për kontrollet zyrtare që jemi duke kryer në mënyrën më profesionale të mundshme, ne duhet që të organizojmë një mëdh kontrolle shtesë, merrni mostra shtesë që atë që e thonim ta faktonim edhe me raportet analiza, që pastaj konsumatori jonë të heqë të dyshimet dhe të ndjej i qetë për atë që konsumon, sepse në incidentin në Shqipëri është përmendur një lloj produktit i cili gjendej edhe në tregun e Kosovës, dhe ne me njerë nisëm gjurmëshmërinë për të pasë a ka ndonjë lidhshmëri mes produktit në Shqipëri dhe Kosovë, dhe nga të dhënat e para, qoftë nga dhënat e importit kontrollit ton kufitar, qoftë nga informatat që morëm nga AKU-ja në Shqipëri, u konfirmua që nuk ka asnjë lidhshmëri, sepse nuk ishte asnjë ngarkesë që ishte ndarë apo reeksportuar nga Shqipëria drejt Kosovës, dhe kjo heqte dyshimet që kishte ndonjë lidhshmëri, por përveç kësaj, ne marrëm edhe mostra brenda tregut, marrëm mostra edhe në depon e njërit nga importuesit, e po ashtu marrëm mostra në 7 ngarkesat e para që vinin nga Brazili. Gjitha këto u dërguan në laborator dhe ne në momentin e parë që dolën rezultatet, ato i publikuam edhe raportet edhe gjitha dhe u konfirmua që kontrolli i agjencisë është kontroll i mirë dhe u faktua me rezultate që nuk ka pasur asnjëherë dyshim apo nuk ka pasur asnjëherë probleme sa i përket prezencës së salmonellës në qoftë në produktet që ishin duke u tregtuar brenda tregut, qoftë në ngarkesat që vinin nga Brazili. Ne me këtë kontroll shtesë e dëshmuam, e argumentuam atë kontrollin e rregullt që bëjmë, se ne në kontrollet rregullt secila ngarkesë kontrollohet sigurisht sipas planit nacional, përcaktohet edhe frekuenca e marrjes mostrave dhe edhe mostrat në të kaluarën kanë rezultuar që nuk ka prezencë salmonellës, e po ashtu i përgjigjen kushteve dhe kritereve ligjore për lejem të tregtimit dhe po ashtu janë të sigurta për konsum. Në Shqipëri u fol për një sasi të caktuar të këtij lloji të mishit të pulës me një numër serie të veçantë, por derisa
u ngrit dyshimi për ekzistimin e salmonelës, në dyqane tashmë nuk figurante ky mish, ishte konsumuar. Ju po më thoni se edhe këtu janë marrë mostrat pas ngritjes së dyshimit në Shqipëri dhe atëherë është hulumtuar tregu. Por si ndodh zakonisht, nuk do duhej që kjo të ndodhte para se ushqimet të dalë në treg, që të mos na ndodhë rasti si kur i Shqipërisë, a nuk do duhej apo si shkon zakonisht, a do duhej që këto kontrollat ishin shumë rigoroze para se malli të dalë në treg? Ne faktikisht secilën ngarkesë që hyn në Republikën e Kosovës kontrollohet nga inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, secila ngarkesë. A pezullohet shitja derisa të dalin analizat, a priten apo duhet të ndodhë të dalë rezultati dhe pastaj mishit jetë ngrënë? Gjithmonë, kur një ngarkesë mostrohet, sipas procedurës së rregullt inspektues, inspektori është në dieni për këtë procedurë standarde, gjithmonë rastet kur merret mostra, ngarkesa bllokohet përkohësisht, ajo nuk lejohet të dalë në treg, ose edhe sasia e cila eventualisht mund të mostrohet brenda, urdhërohet tërheqja nga raftët shitse, të bllokohet në depon e tregtarit deri në ardhje të rezultatit të analizave. A vonojnë shumë këto rezultate, e pengon kjo ezilimin e tregtisë? Ne asnjëherë nuk mund ta dimë kohën se kur të arrijnë rezultatet, kjo varet ekskluzivisht nga laboratori. Dinamika në punën që ata kanë, metodat që përdorin, koha që nevojitet për të nxjerrë një rezultat, do thotë kjo është punë e pavarur e laboratorit që ne nuk mund të ndikojmë. Ajo që është e rëndësishme për konsumatorin janë veprimet e para ekzekutive. Sigurisht laboratori do ta thotë fjalën e fundit, do të vendosë për fatin e mishit. Por se a kemi marrë në masa paraprakisht, më prapo tham, u konfirmu që kontrollet tona të rregullta janë kontrolle shumë profesionale, janë kontrolle efektive dhe u dëshmua me këtë ngritjen e masit të kontrollit të detajuar që kontrolle i rregullt është i mjaftueshëm. Ne kontrollojmë njëjtë që kontrollojnë vendet e Bashkimit Evropian, ne kontrollojmë njëjtë që kontrollojnë edhe praktikat, sipas praktikave të mira ndërkombëtare në kufi. Kemi bashkëpunime me të gjitha shtetet për rreth, kemi bashkëpunime me vende ndryshme të Bashkimit Evropian, dhe kemi bashkëpunime shumë të mira me organizata që merren ekskluzivisht me sigurinë ushqimore, qoftë me EFSA-n, Autoritetin Evropian të Ushqimit, qoftë me FAO-n, kemi kontakte të përditshme me këto organizata mbi çdo njoftim, lajmërim që shpërndahet pranë autoritetet të tjera, e që eventualisht mund të jetë i prekur edhe tregu i Kosovës, këto njoftime vijnë përmes sistemit të alarmimit hershëm, që quhet RASF, dhe ne secilën e trajtojmë veç e veç me kujdes që në secilën situatë të bëhet edhe njoftimi i konsumatorit me kohë, të bëhet edhe tërheqja me kohë dhe pastaj kryhet pjesa e verifikimit. Pastaj kjo koha deri në ardhje të rezultateve, sigurisht është një kohë stresuese në radhë parë për agjencinë, sepse gjithmonë është presione. Nëse kemi të bëjmë me produktet që janë të ndijeshme dhe mund të ketë një afat të caktuar perim, për shembull fruta dhe perime, dhe mund të vonoj ky testim, kjo analizë rezultat? Kjo është kategori tjetër e produkteve. Duhet të shpejtoj. Edhe në këtë fushë ne kemi marrë masa me ngritjen e dyshimeve që janë bërë në Shqipëri, në kufi, në Greqi, kemi marrë masa edhe kur ka qenë incidenti me mandarina. Do i pyes konkretisht diçka për këtë, po? Ne edhe tani kemi një numër të madh ngarkesave që i kemi quajtur në analiza dhe jemi duke i pritur rezultatet. Momentin që dalin, çfarë do që dalin ato, qofshin pozitive apo negative, ne do ta njoftojmë konsumatorin mbi të gjeturat që janë detektuar nga laboratorët. Kur po flasim për produkte të cilat nuk prodhohen as në Kosovë as në Shqipëri, rasti konkret i mishit të importuar nga Brazili, si ndodh importi nga ana e Republikës Kosovës me produkte të tilla? Direkt kemi një kontraktim me firma të tilla, po bëhet fjalë për një lloj të mishit që gjende edhe në tregun ton, apo e bëjmë bashkë me Shqipërinë? Si funksionon kjo? Aspekti tregtar. Marr parasysh edhe atë që ne nuk kemi një port detar dhe sigurisht ushqimi do vi përsëri përmes portit të Durrësit. Aspekti tregtar se si operatorët ekonomik lidhin kontrata me operator ekonomik prodhues në çfarëdo shteti të botës, kjo nuk është pjesë që kontrollohet nga shteti. Kjo është treg i lirë, ne edhe me kushtetutjen përcaktuar të tillë, por secili biznes, secili operator ekonomik duhet të respektojë rregullat shtetërore ligjore, në radhë parë sa i përket sigurisë së produktit që sjell, qoftë ai për konsum human apo konsum animal apo konsum tjetër.
Po secili produkt duhet ta ketë, ose në këtë rast ngarkesë, secila ngarkesë që vjen në Republikën e Kosovës duhet ta ketë komplet dosjen e dokumentacionit që garantohet mbi sigurinë e produktit. Në këtë dosje përfshihet certifikata shëndetësore, e cila lëshohet nga autoriteti kompetent i vendit të origjinës. Përveç dokumentit që lëshon fabrika prodhuese, lëshon dokument edhe autoriteti shtetëror që garanton që kjo fabrikë është gjatë gjithë vitit në monitorimin e institucionit shtetëror dhe edhe në vendin e origjinës merren mostrat, testohen, kur do që ka incidente, edhe ata përveç se e lajmërojnë konsumatorin e brendshëm, e lajmërojnë edhe konsumatorin në vendet ku është dërguar ngarkesa. Dhe kemi pas raste vitin e kaluar, ju e dini, një region komplet i Brazilit e ka tërheqë, e ka pezullu lëshimin e certifikatave për shkak të shpërthimit të gripit të shpezëve aviar influenza. Dhe ata me njeri kanë raportu të gjitha shtetet ku tregtojnë. Një prej tyre ka qenë edhe Kosova, se nga ky region, fabrikat që gjenden brenda këtij regioni nuk do të eksportojnë mesh, produkte mishi, shpez nga Brazili në drejtim të këtyre shteteve për një kohë caktuar derisa të shpallet zonë e lirë. Dhe përveç kontrolleve që bën nga autoritetet shtetërore, pritëse, këtë rast importuese edhe vetë eksportues janë të obliguar në rregulla ndërkombëtare që të njoftojnë mbi çdo incident. Kur kemi të bëjmë me ushqimin, gjithmonë duhet ta kuptojmë. Produktet ushqimore në botën moderne, në kohën në cilën po jetojmë ne, nuk kanë kufi, ato po tregtohen krejt botën dhe kudo që shkojnë, ato duhet të jenë të sigurta sepse kemi të bëjmë me konsum njerëzor, me rrezikim të shëndetit dhe jetës së njerëzve. Dhe bashkëpunimi është i mirë me shumicën e autoriteteve dhe veprimet gjithmonë janë në kohë, sidomos nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, jemi ndoshta ndër autoritetet më transparente dhe në secilin incident kemi raportuar me kohë. Ne edhe kërkojmë nganjëherë konsumatorët që ky produkt kur rezulton që nuk i përgjigjet kushteve, ne dhom lajmërimin më njëherë që mos konsumohet nga konsumatorët. Kjo është praktikë ndërkombëtare, kjo është praktikë e vendeve demokratike, ku e njoftojnë qytetarën mbi secilin rrezik që eventualisht mund të konsiderohet për shëndetin e konsumatorit. Zoti Thaçi, faleminderit shumë për këtë pjesë që të ulëm radhën edhe kolegëve tjerë. Po ja. Po mi vete faleminderit. Shkojmë në Radio Shkup me kolegun Mehmet Dali Jusufi, i cili, siç thash, ka të ftuar profesor doktor Namik Durmishi. Po ja, faleminderit. Vazhdojmë këtu në Radio Shkup me profesorin Namik Durmishi, shtruan pikërisht që është në qendër të debatit tonë për cilësinë dhe sigurinë ushqimore në vendet tona, sidomos mas problemeve të paraqitura në Shqipëri, po gjithandej edhe në Ballkan. Profesorin nëse pas e pyetëm edhe për legjislativën tonë, domethënë sa ajo e mbështet apo i jep një siguri më të madhe qytetarit nga produktet sidomos të importuara që pak a shumë jemi ekspozuar të gjithë ne. Realisht si në nivel pra akademik institucion të universitetit ose fakultetit, po gjithashtu edhe në direkt i kyçur dhe në procesin e përpunimit, kur flasim me sigurinë ushqimore ose rrezikun e konsumatorit, pra këtu do kisha thënë se unë do e ndaj një herë si shkak ose si pasojë, sepse siguria ushqimore në shumica e shteteve e kanë si problem të tillë, është dhe çdo herë do jetë, sepse ajo është një gjë e gjallë, realisht është një pra të gjithë produktet ushqimore ne i kemi si produkte organike dhe realisht në çdo moment ai produkt pra ka një do kisha thënë një lëvizje si në gjatë momentit të ruajtjes të komponenteve të tyre ose gjatë momentit të manipulimit ose të operimit, do kisha thënë me këtë industri ose sigurinë ushqimore. Siguria ushqimore kryesisht buron dhe ka një gamë shumë të gjatë pra të zhvillimit të saj, ku ajo fillon burimin kryesor ka nga do kisha thënë nga fusha deri në tryezë ose deri në konsumimin e produktit, deri në atë moment gjatë gjithë atyre hallkave ose të atij zinxhirit ushqimor që ne e quajmë në sektorin e industrisë ushqimore, pra çdo herë ky zinxhir duhet
kemi mekanizma kontrolli dhe unë si mendim do e kisha filluar sigurinë ushqimore e cila fillon dhe burimin kryesor pikërisht e ka nga ajo pjesa e sektorit të prodhimit bujqësor, ku kryesisht prodhimi bujqësor ka të bëjë me prodhimin edhe të produkteve të finale, ku do themi sidomos në pjesën e produkteve që prodhohen me origjinë bimore, po gjithashtu kemi dhe lëndet e para dhe kjo sektori i pjesës bimore, po gjithashtu dhe të pjesa e prodhimeve shtazore që kemi kryesisht prodhimin e lëndët para. Dhe këtu duhet të jetë ajo mekanizmi i kontrollit paktën tek lëndet e para, mirë po sa i përket konsumatorit, ajo duhet të jetë kontrolli, mekanizmi i kontrollit pra i sigurisë ushqimore tek produkti final që i njëjti pra realizohet nga lëndet e para, nga gjysmë produktet ose thjesht në ato momentet e përpunimit ose në sektorin e përpunimit, industrinë e përpunimit dhe realisht përsëri mund të kemi produkte pra të cilat mund të jenë të rrezikuara. Sa i përket sigurisë ushqimore, unë shkur këtu sepse kohën e kemi të limituar, pra siguria ushqimore ka të bëjë me garantimin e ushqimeve të jenë të sigurta gjatë gjithë zinxhirit ushqimor. Kur flas gjithë zinxhirit ushqimor, nga pjesa e prodhimit, nga pjesa e përpunimit dhe shndërrimit e produkteve finale, gjithashtu në pjesën që është një rëndësie shumë e veçantë edhe në shtetin ku jemi ne dhe në gjithë botën është sektori i shitjes, pra në supermarketet ose gjithaj manipulimit gjatë shitjes që ndodh në kuptim jo manipulim, po faktikisht ajo zinxhiri që realisht është kontrolli në gjithë atë pjesën e procesit të shitjes në supermarkete ndryshme ose në treg, dhe qëllimi kryesor i sigurisë ushqimore gjatë gjithë zinxhirit të jetë pra një vëmendje ose i vetmi të jetë të parandaloj rreziqet që mund ta dëmtojnë shëndetin e konsumatorit. Konsumatori duhet di se siguria si rreziqe potenciale në sigurinë që cenojnë sigurinë ushqimore, kryesisht i kemi 3 me karakter, është si rreziqet janë fizike, janë rreziqet mikrobiologjike dhe kryesisht janë një rrezik që unë më tepër ja rëndësi, është një rrezik pra pak më delikat, janë rreziqet kimike ose thjesht thënë tani mund të diskutojmë këtu kemi dhe rreziqe pra gjatë përpunimit që janë kontaminant organik, thjesht mirë po që na ndodhin edhe gjatë proceseve të përpunimit realisht dhe kjo është një fokus të cilit ne do t'i japim rëndësi. Kur flasim rreziqe fizike, këtu zakonisht rreziqet fizike eliminohen gjatë procesit të prodhimit, mirë po, nëse kemi të bëjmë direkt me konsumimin e produkteve bimore, thjesht janë ato pikat e vogla ose pikat që shiten pra pa etiketime produkte siç janë frutat dhe perimet e ndryshme, këtu duhet kemi një fokus tek rreziku fizik, po duhet kemi një fokus edhe tek rreziku do kisha thënë kimik, sepse rreziku kimik janë një tabu temë e cila ka qenë dhe është një rrezik i cili mund të llogarisim si potencial, janë ajo përmbajtja ose mbetjet e pesticideve kryesisht dhe metalet e rënda. Që pesticidet janë një temë e veçantë ku unë realisht në shtetin këtu ku jemi në Maqedoninë e Veriut tani është marrë një iniciativë për kontrollin dhe mbrojtjen e këtyre produkteve nga pesticidet, pra hartohet një plan aksional dikun për 10 vite dhe janë ato masat integruese si të përdorimit të pesticideve në këta produkte ushqimore me origjinë bimore, po gjithashtu dhe mekanizmi i kontrollit dhe thjesht edhe përdorimi i tyre brenda pra normave të parapara me rregullore ose të parapara me ligj. Sa i përket rreziqeve mikrobiologjike, këtu kemi të bëjmë me rreziqe të cilat kryesisht janë të karakterit bakterial, po më tepër do fokusohem te kjo pjesa e karakterit pra mikotik, pra kemi të bëjmë me mikotoksinat dhe mikotoksinat përsëri janë një rrezik potencial në ushqime. Kryesisht kemi mikotoksinat, aflatoksinat si grup që janë të prezente edhe tek produktet bimore dhe shtazore, dhe kryesisht kemi të bëjmë me orhatoksinat dhe kemi të bëjmë me mikotoksinat të cilat janë si mikotoksina patulin të pjesa pra e frutave ose kryesisht që kemi të rasti prishjes së mollave, ku realisht janë metabolit kryesor nga mikroorganizmat që i prodhojnë këta mikotoksina dhe këta janë një rrezik shumë i madh potencial sepse këta kalojnë edhe shumicën e proceseve teknologjike gjatë procesit të përpunimit. Gjithashtu kemi të bëjmë edhe rreziqet që realisht janë një trend tani edhe në botë dhe këtu
ku pak njihen mirë po mekanizëm kontrolli do të vendoset dhe janë të vendosura në legjislacion, pra janë akrilamidet të cilat janë edhe rreziqe potenciale tek produktet të cilat i nënshtrohen gjatë proceseve teknologjike në kohë të gjatë në temperaturat larta dhe realisht janë akrilamidet janë prodhime do kisha thonë ose kontaminant organik të cilat janë të mund të rrezikojnë produktin dhe janë rrezik i produktit që mund të përmendim këtu produktet e dritrave ose kryesisht kemi produktet të cilat kanë përmbajtje më të lartë të karbohidrateve thjesht dhe disa aminoacideve pra si përbërje e produktit dhe kur produkti i nënshtrohet një trajtimi për një kohë të gjatë ose në temperaturat larta mbi 120 gradë Celsius, ai mund të vijë deri te një reakcion që në termin shkencore paraqesim dhe e quajmë si reakcion më i lartë ose nxirje e produktit ose thjesht këto paraqiten tek buka, tek patatinat e ndryshme që realisht janë rreziqe pra kimike ose thjesht u themi kontaminant organik kimik të cilat mund ndodhin si rezultat i proceseve jo adekuate pra të përpunimit të produktit ose prodhimit të produkteve të ndryshme. Kryesisht në sa i përket rrezikut të konsumatorit, unë do kisha thonë se kontrole permanente realizohen, domethënë çdo organ duhet të bëjë punën e vet dhe bëhet puna nga organe, siç janë organe shtetërore duke filluar nga Agjencioni i Ushqimit, Instituti i Shëndetit Publik, është Ministria e Bujqësisë ose departamentet që ka fitosanitare për mbrojtjen e produkteve nga pesticidet e ndryshme, realisht këtu duhet të ketë një ndërlidhje pra edhe me institucionet akademike shkencore siç janë pranë fakulteteve dhe universiteteve që mirën me këtë profesion pra me sigurinë ushqimore, prodhimin ose teknologjinë ushqimore dhe do kisha thonë këtu pak një fokus të ketë një ndërlidhje edhe me aspektin e nutricionit ose të ushqyerit dhe të ketë një edukim do kisha thonë pak më i zgjeruar i konsumatorit që të ketë informacion për sigurinë ushqimore, pra sepse siguria ushqimore çdo herë do jetë prezent në gjithë tregun që e kemi këtu, mirë po mekanizmi i kontrollit duhet të jetë në fokus ta ketë paktën që të eliminohet në hallkat e zinxhirit që janë nga prodhimi i lëndëve të para, nga përpunimi i produkteve pra sekondare dhe finale, gjithashtu dhe nga operimi ose gjendje e produkteve në tregg. Ku realisht unë do kisha thonë se kontrollat permanente janë, po edhe rreziqet pra janë evidente që mund të cënohet edhe kjo siguria pra gjatë konsumimit ose helmimet të ndryshme që ndodhin tek konsumatorët. Po, Jaho? Po, faleminderit Mehmet Ali. Tani e ka radhën kronika e Radio Malit të Zi, kolegu Senad Gilaj ka të ftuar Adisa Lukën, teknologe e ushqimit. Ta ndjekim. Të ndërruar të emisionit Pa Kufi, të ndërruar dëgjues, kolegë në studiot e hapësirës kombëtare dhe ju mysafir në studiot e 3 radiove tona. Ju përshëndesim nga studio Radio Malit të Zi. Pra si që dhe paralemuat ju të ndërruar kolegë, unë sot në studion e Radio Malit të Zi ka mysafire Adisa Luka, teknologe e ushqimit, e cila do të na flasë më shumë për temin që trajtojmë sot. Adisa, faleminderit që pranon të ftesën tonë. Përshëndetje edhe për juve dhe gjithë dëgjuesit të emisionit Pa Kufi nga kudo që na dëgjojnë. Pra për fillim, a mund të na thoni diçka se cila është cilësia e ushqimeve që konsumojmë ne këtu por edhe në rajon? Cilësia e ushqimeve që konsumojmë është një çështje shumë e rëndësishme, sidomos një kohë kur jemi të ekspozuar ndaj një shumëllojshmërie ushqimesh që shpesh mund të kenë standarde të ndryshme, duke qenë edhe se ushqimi ka ndikim të drejtë për drejtë në shëndetin tonë, është e rëndësishme të kuptojmë se cilat produkte janë të sigurta dhe cilat mund të përmbajnë elemente të dëmshme për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Në Malë të Zi, ashtu si edhe në shumë shtete të tjera, kemi një përzierje të produkteve vendore dhe atyre të importuara, gjë që na krijon mundësinë për variacione në cilësinë e ushqimit. Ushqimet që prodhohen brenda vendit mund të jenë të freskëta, mund të jenë të cilësisë së mirë, por që shpesh ndodhen nën presionin e kosteve të ulta dhe mund të mos i respektojnë ato standardet e kërkuara, sidomos për përdorimin e pesticideve, mbetjeve kimikate, trajtimit duhur gjatë përpunimit, gjatë ruajtjes e kështu me radhë. Përdorimi i pesticideve në bujqësi është tek ne një praktike e zakonshme fatkeqësisht, cilën fermerët e përdorin si metodë që të mbrojnë kulturat e tyre nga insektet, por e cila ka pasoja sepse mund të lënë mbetje që janë dëmshme për shëndetin.
sidomos në rastin e frutave dhe perimeve që konsumohen pa kaluar në proceset e duhura të pastrimit. Raste të tjera të produkteve të pasigurta mund të kemi në produktet e mishit, sidomos ato të pa kontrolluar ose që shiten në tregjet informale, mund të mos jenë ruajtur në kushtet e duhura, duke rritur kështu mundësinë e zhvillimit të patogjenëve që shkaktojnë helmime ushqimore. Kjo tregon se cilësia e ushqimeve nuk është vetëm çështje e përbërësve të tyre, por edhe kushteve të ruajtjes edhe trajtimit të tyre. Kjo është një shqetësim edhe për malin e zi, pasi mungesa kontrollit vazhdueshëm mund të çojë në kalimin e mbetjeve dëmshme në ushqime, siç është rasti i pesticideve që përdoren pa kontroll të mjaftueshëm. Edhe shumë produkte që importohen nga vendet e tjera, edhe pse ndoshta janë të certifikuara, janë të mbikëqyrura, mund të jenë ruajtur në kushte të pasigurta ose mund të jenë transportuar dhe shpërndarë në kushte jo të duhura. Sa jepet rëndësi kontrollit sanitar? A kontrollojnë produktet ushqimore, sa duhet dhe a kemi mjaft inspektor për këtë, se sa vini, ne shumë pak prodhojmë e shumë importojmë. Kontrollet apo inspektimet për të siguruar që ushqimet që shiten në treg janë të sigurta, shpesh janë të rastësishme dhe nuk mbulojnë të gjitha llojet e produkteve. Ky është një problem i vazhdueshëm sepse kemi edhe mungesë të inspektorëve, kemi infrastrukturë të kufizuar, prandaj shpesh edhe kontrollet janë të paplota. Ky është një problem që duhet adresohet me urgjencë për të garantuar që konsumatorët kenë akses në produkte të sigurta. Është më rëndësishme dim edhe se cilësia e ushqimeve që konsumojmë ka të bëjë jo vetëm me përbërësit e produktit, por edhe mënyrën se si është prodhuar, si është ruajtur, si është transportuar, sepse gjithë këto faktorë pastaj ndikojnë në cilësinë e tij. Ushqimi i mirë duhet të ketë origjinë të sigurt, të jetë i pasur me lëndë ushqyese dhe të jetë i lirë nga ndotës të mundshëm siç janë pesticidet, metalet e rënda ose mikroorganizma patogjen. Në Malezi, produktet që importohen mund të mos jenë gjithmonë certifikuara ose të kontrolluara siç duhet, sidomos ata që vijnë nga tregje më pak zhvilluara. Paketimet e ushqimeve që janë dizajnuar për të përmbushur standardet e sigurisë përfshin elemente si vula të kontrollit cilësisë, etiketat e certifikimit, përshkrimet e qarta të kushteve sanitare, prandaj mund të ndihmojnë në sigurimin e konsumatorëve që ata janë duke konsumuar një produkt sigurt. Kjo është shumë e rëndësishme sepse në shumë raste konsumatorët nuk kanë mundësi të vlerësojnë nëse një produkt është i sigurt për konsum vetëm prej pamjes së tij. Prandaj varen nga ky informacioni që ju ofrohet në paketim. Si teknologë e ushqimit mund të them që kontrolli sanitar është thelbësor për të identifikuar dhe për të eliminuar produktet që mund të kenë ndotje mikrobiologjike, kimike ose fizike, të cilat mund të jenë të rrezikshme për konsumatorët. Në këtë kontekst edhe një pyetje, sa janë të mbrojtur konsumatorët nga blerja e ushqimeve të pakontrolluara? Nuk di të them sa janë të mbrojtur konsumatorët nga blerja e ushqimeve të pakontrolluara, por di të them që janë shumë të ekspozuar ndaj rrezikut, pavarësisht se mbrohen nga një sistem ligjor dhe rregullator. Për të mbrojtur konsumatorët është e domosdoshme që të forcohen mekanizmat e kontrollit dhe inspektimit të cilësisë së ushqimeve. Kjo përfshin jo vetëm inspektime më të shpeshta, por edhe një sistem më efikas dhe më riguroz në edukimin dhe informimin e konsumatorëve për të rritur dërgjësimin të rrezikshme që mund të na vijnë nga ushqimet e pakontrolluara. Për shembull, konsumatorët mund të edukohen të kontrollojnë gjithmonë etiketat e produkteve për datat e skadencës, për origjinën, informacionin mbi përbërësit, të kërkojnë produkte që janë të certifikuara nga autoritetet kompetente, në mënyrë që të parandalojnë kështu rrezikun që na vjen nga ushqimet e pakontrolluara. Mënyrat më efektive për të mbrojtur konsumatorët është informacioni i qartë dhe i verifikueshëm që i ofrohet në paketimin e produktit. Përfundimisht mund të them se edhe pse janë vërë hapa të rëndësishëm për të përmirësuar sigurinë dhe cilësinë e ushqimeve në Malezi, ka ende shumë hapësirë për përmirësim, sidomos në forcimin e kontrollit sanitar dhe në mbrojtjen e konsumatorëve nga ushqimet e pakontrolluara. Në këtë drejtim, suksesi kërkon bashkëpunim midis autoriteteve, prodhuesve, konsumatorëve për të siguruar që produktet ushqimore që arrin tregun ton janë të sigurta dhe të shëndetshme. Faleminderit e nderuara Luka që ishit mysafire e emisionit tonë.
Faleminderit edhe juve, është gjithmonë kënaqësi. Kjo të ndërruar ishte kronika nga Radio Maltezi, ju përshëndesim nga Podgorica për pa kufi Senat Gilaj. Faleminderit kolegu Gilaj edhe Adisa Lukës. Tashmë kemi një panoram të qartë gjithë asaj se çfarë ndodh pak a shumë në vendet tona dhe për ta mbyllur profesor Gjeda, sepse edhe kemi shumë pak kohë, 4-5 minuta çdo studio për ta përmbyllur diskutimin. Prodhimet e vendit, sa janë të ekspozuara nga rreziku i pesticideve, nga rreziku i kontaminimit, nga ajo që duhet të jenë prodhime që të kalojnë edhe doganën e BE-s. Të thëmë të drejtën, më pëlqeu konstatimi ose deklarimi i zonjës Luka, e cila tha, nuk di të thëmë sa të sigurt jemi, po të kërcënuar jemi. Të kërcënuar jemi, tha. Shumë e vërtet, ne kemi shumë mundësira se ku të bëhat gabimi. Për shembull, tek udhiri, dembelët tonë, çfarë bajnë? Në vend që ta mulqërojnë tokën, ta mbulojnë me barë, me plasmas, me çfarëdo, ose me kashtra, ose ta prashisin, e spërkasin me një preparat atje, fanë bardha e tek qia, por dëpërtën tokë, në e sërajve na vjen të vaj udhirit. Punën gjashme ndodhë dhe në bacet e perime, ose në kultivimin e perime ndryshme. Pra, e bajnë edhe krejt pa dashe. Një gjë është e sigurt, po me dashe a bërë ndonjëherë. Bëhet dhe me dashe, po. Për ta zbukuruar prodhimin, për ta rritur shpejt, për ta ngjyrosur. Po konkretizoj me domaten se kemi dy preparate ose hormone që ne themi në gjuhën e përditshme që përdorim. Njëri është për lulen. Në qoftë se pas 2-3 javësh ndodh një ngritje siç ndodhi tani dhe domatja ka nxjerr vilën e parë me atë lulen, por ka një sistem që kur ftohet koha ose ndodh një goditje drastike ajo i hel lulet, që qëndroj bima dhe prodhoj lule tjera. Spërkatet me një si thua kimikat atje dhe e mban lulen. Dhe kjo nuk është e dëmshme sepse koha është veç zbërthimit të ilaçit është 7 ditë. Pas 7 ditë është zgjan kurrë. Ndërkohë që prodhimi në vjen. Ajo që bëhet me dashje dhe shumë e keqe, nëse ka një maune në zonën tonë, do të mbushet me domate, unë si kam të kuqe, i spërkas sonte dhe nesër njës i vjel janë gjitha të kuqe. Por nuk i kam dhënë kohë për në vetë zbërthy kimikate dhe na vjen ne, ky hormoni që themi që në fakt është kimikat dhe na vjen trup. Ky është me dashje i dënueshëm shumë i keq. Shumë ndodh edhe në prodhime tjera. Sa prodhimet tona mund të eksportohen? Praktikisht unë jam kundra idesë rënjes vrapimit pas eksportit, sepse ne kemi një 2 milionë ca shqiptar që jetojnë këtu, por kishim 12 milion vizitor. Dhe ne na duhet që fokusin jon të jetë që këto të ushqemi mirë dhe me kushtin si Europa më mirë, pra me kërku standardet. Edhe këtu duam pak kimikate, edhe për vete, edhe për fëmijët tanë, dhe për turistin. Dhe këtu do të kemi shumë vëmendje, ndërkohë që eksporti nuk na sjell një të ardhurë të madhe, sepse çmimi i shitjes atje është sa këtu edhe më i ulët. Është më i ulët në fakt, aq më si krahasim me tregun. Dhe është disa fish më i ulët nëse ne ja ofrojmë turistit të gatuar në tavolinën e tij. Kështu që fokusi jon do të jetë i pari këtu, por për të plotësuar sa më mirë nevoja në rritje të popullatës, por me kusht cilësi, larg kimikateve sipas standardeve europiane. Edhe një gjë, sipas opinionit tuaj, si mund të mbrim tek ajo cilësia më e mundshme, më e mira? Perëndia na ka ndihmuar shumë, kemi tokën, klimën, diellin, ujin, gjithaj kemi. Ne duhet vetëm ne të bëjmë kujdes. Të bëjmë kujdes fermerit, të bëjmë kujdes konsumatori dhe të zbatojnë detyrën. Kjo është shumë e rëndësishme këtu edhe theksin të zbatojnë detyrën të gjitha organet e ngarkuara për të na u kujdesur për gjithë rrugën e ushqimit nga toka, nga ferma deri në tavolinën tonë. A kanë specialistë të mirëfill të prodhuesit apo janë bërë të gjithë specialistë? Ekzistojnë të dyja. Ka filluar një interes gjithë një rritje për specialistë mirë. Unë kam një studentin tim që mbaroi 10 masterin, bile 10 vonë, dhe është me një rrogë shumë të mirë. Sepse kishte kultivuar edhe vetë perime dhe është nga një kompani shumë e njohur në Shqipëri, i punësuar me një rrogë që ja kam lak mielon që jam pedagogu i vet. Pra ka një intensitet, një vëmendje të shtuar nga prodhuesit, nga tregtuesit për të marrë specialistin e mirë. Dhe kjo është e mirë, por ekzistojnë edhe rastet kur kanë një profan atje. A ka një bashkëpunim së fundi mes asociacioneve të ndryshme të kontrollit të vendit tonë të Kosovës, foli pak
zoti Lumir në studion e Radio Kosovës, edhe me fqinjet, pra, për shkëmbyer informacion të reale apo realitetet të ndryshme. Në fakt kanë, institucionalisht janë lidhur, kam pas biseda për këtë punë, por është media ajo që e çon më shpejt. Si thonë në Amerikë vjen më shpejt pica se sa urgjenca ose policia, edhe këtu më shpejt e çon media se sa të fillojnë marrëveshjet atje, por ekziston një lidhje mes tyre. E bukur. Pra mbetet akoma për të bërë shumë. Edhe shpresojmë të jetë situata më e mirë se sa këto shqetësime që ishin prezente kohëve të fundit. Faleminderit profesor Zëvgjeda, ju faleminderit shumë për kontributin sot me Pa Kufi. Jeni i mirëpritur, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Mirëvete. Po, ja, do të vazhdojmë. Të përmbyllim bisedën, sepse duhet shkojmë edhe në Shkup tek me medaliu. Po. Do të vazhdojmë me disa gjëra sa të mundemi për t'i prek megjithëse koha është shumë e shkurtër. Zoti tha që i përmendet mandarinet, e kisha ndërmend ju pyes edhe unë ashtu, dhe doja të ngrej një paralele me shqetësimin që ngriti profesor Gjeta në studion e Radio Tiranës për përdorimin e lartë të pesticideve për drezat dhe dyshimin në drezat vendore që mbesin pa ushqitur. Në Kosovë ishte pak më ndryshe, por ka një ngjashmëri këtu. Në Vjesht, përdorimi i lartë i pesticideve të mandarinave dhe dyshimi edhe për mandarinat që vinin nga Greqia se janë të Shqipërisë ose e kundërta. A mund ndodhë edhe kundërta tregtar të shesin sikur të ishin mandarina, se ne dim që këto janë fruta të kohës, të sezonës së saktuar dhe konsumohen më tepër. Dhe ndonjëherë mund t'i reklamoj sikur janë nga Greqia, në fakt janë ato të Shqipërisë, kundërta asaj çfarë u tha në Tiranë. Sa ka siguri apo sa ka kontroll në këto që tregtarit jetë i sinqert me konsumatorin? Sigurisht që ai don t'i shes edhe ato të Shqipërisë nëse i kanë mbetur në depon e tij dhe në aspektin emocional sigurisht që gjithmonë secili person do të dëshironte që të kishte prodhime vendore ose të kishte prodhime të kombit vet, por duke qenë këtu të flas në cilësinë e zëvendësit, ne kemi për obligim që secilin produkt pa marrë parasysh origjinën, në aspektin e sigurisë së tij ta trajtojmë me të gjitha procedurat e kontrollit të përcaktuara me ligj, sepse pa marrë parasysh origjina, pa marrë parasysh çmimin që duhet të ketë, edhe mund të jetë falas, një produkt për të lejuar për dalë në treg duhet të plotësojë gjitha kriteret ligjore të sigurisë. Sepse edhe falas po tjetë nuk lejohet, ligji se lejon që ti të cënohet shëndeti apo jeta dikujt. Kështu që këto... Po sa është e besueshme ajo, sepse nëse mund të dihet paketimi i mishit, nuk mund të dihet mandarinat. Sa është e besueshme, sepse konkretisht i kemi pasur raste të tilla kur kemi hezituar t'i blejmë mandarinat edhe kur na është thënë se janë produkte janë nga Greqia. Zakonisht kur ngriten alarme ose njoftime ose hedhën dyshime mbi një produkt të caktuar, ne në të gjitha rastet pa përjashtim i dërgojmë në analiza, pa marrë parasysh origjinën e tyre. Ne edhe në këtë rastin e mishit i kemi dërguar të gjitha llojet e prodhimeve që kanë ardhur në javën e parë nga incidenti, edhe në rastin e mandarinave ne kemi dërguar mandarinat nga të gjitha origjinat. Edhe në rastin tani të pesticideve, ne ngarkesat pa përjashtim origjinën e tyre, ne kemi dërguar në analiza një numër të konsiderueshëm të ngarkesave dhe po presim rezultatet. Cila do që del, rezultati do të jetë publik për qytetarët. Kështu që për ne, në trajtim të kontrollit nuk bëjmë dallime, ne kemi parimin bazë që ai të jetë i sigurt për konsumator. Flasim pak për sa të mundemi, edhe për kushtet e mbajtjes së produkteve ushqimore në për depo të ndryshme, në markete qoftë të mëdha apo të vogla. Sa kontrollohet higjiena e lokalit, mënyra e sistemimit, kushtet e ruajtjes, sepse për produktet e ngrira, rreziku i shkrirjes edhe ringrirjes së tyre, apo edhe e afatit të skadencës, i mbulimit me etiketa që ka ndodhur rastet e tilla duke i ndryshuar etiketat e skadencës njërën mbi tjetrës dhe gjëra si këto. Sa arrin inspektorët të kontrollojnë bizneset që të mos bëhet falsifikimi i këtyre produkteve, qoftë për afat skadencës apo të jetë një mirëmbajtje higjienike mirë, ose edhe për shembull buka dhe brumrat e ndryshme shihen se shumë herë janë të ekspozuara në ambient, nuk janë të paketuara. Sa i përket kapacitetit inspektues, ka shumë vite që ne si agjenci kemi thënë që kemi të mangët
dhe çdo vit paraqesim kërkesa, paraqesim arsyeshmëri dhe ende nuk është rekrutuar stafi nevojshëm ose numri i inspektorave të nevojshëm në raport me numrin e bizneseve, në raport me natyrën që kontrollon Agjencia e Ushqimit. Ne vitin e kaluar me rirështim të inspektorateve, ne kemi humbë edhe një inspektorat, është transferuar në një institucion tjetër, por që i cili gjatë gjithë vitit na ka mbështetur me kontrolla sepse ata e kanë pas të ditur që ne nuk mund t'ja dalim vetë, dhe ata ende edhe sot vazhdojnë që në rast të caktuara të kontrollojnë për Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, sepse në asnjë rast nuk mund të lihet ushqimi pa kontroll. Edhe pse kem mungesë stafit, ne kontrollet mbështetemi nga ana tyre, hartojmë plane nacionale të kontrollit të asaj natyre që të arrihet një inspektim i nevojshëm që të garantohet siguria e produkteve në treg. Nga vitin vetë edhe vetë operatorët e biznesit janë duke investuar dhe konsumatorët janë duke po flasëm për pikat shitse, ajo që nuk e sheh konsumatorët, që e shohim ne çdo ditë është fabrikat e prodhimit, depo trujtëse. Të gjitha janë të standardeve dhe të nivelit Bashkimit Evropian dhe fatmirësisht të gjitha janë të reja dhe pashtu kanë linja ruajtëse, ftose, prodhuese, krejt të teknologjive të fundit. Zoti Thaçi, faleminderit shumë që ishe në emisionin Pa Kufi. Është temë gjerë për të biseduar, por mbas në ndonjë emision tjetër do t'i shpalosim më mirë këto probleme. Po koleg, faleminderit mirë vete, faleminderit të ftuarit tuaj zoti Thaçi. Shkojmë në Radio Shkup me medali për ta mbyllur. Ja, po shkurt edhe ne lutem profesorit në jap përgjigjen e fundit, kështu një mesazh për fund. Këtu realisht ne mund potenciojmë dhe një problematike e cila ka të bëjë dhe me rrezikët tek produktet me origjinë shtazore, kryesisht kemi të bëjmë me produktet e mishit, se ka qenë një tabu temë e cila organet pra këtu bëjnë punën e vet, do kisha thënë, sepse pas mekanizmit të kontrollit realisht dhe kur vërtetohet në sidomos që kemi tek rasti i importit, sepse kjo duhet të jetë mbrojtja kryesore këtu në shtet ku jemi, në rastin e importit edhe kontrollet pra janë evidente dhe kontrollet bëhen dhe pse është kryesisht është organi i cili mirret me kontrollin e sigurisë ushqimore tek mishi që është Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë, dhe nëse mendimi im është pra kur konstatohen në raste të tilla, ky produkt është mekanizmi pra i tërheqjes nga tregu, ose kemi raste i kthimit të njëjtit pra tek operuesi ose tek prodhuesi i cili e ka atë produkt ushqimor të rrezikuar. Rreziqet kryesisht që janë do kisha thënë të mishi si lëndë e parë, kryesisht po të flasim edhe të mishi i pulës, që është një rrezik i cili pra është rasti i rrezikut të mishit pra nga ajo karakteri mikrobiologjik dhe këshequajtur, ose kryesisht kemi rastin e salmonellës, që është në mish dhe janë baktere tjera të cilat tani e kemi dhe kohën të emituar këtu se nuk mund t'i përmendim gjithë. Pra kujdesi kryesor është një pra të kontrollohet dhe pas kontrollit ajo sasi e mishit pra të largohet ose realisht të tërhiqen nga tregu. Dhe besoj se ka pas raste të tilla dhe janë dhe publikime zyrtare që shpesh herë ne dhe i shqyrtojmë dhe i shohim në organet si është Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë, dhe kemi të publikuar raste të tilla pra menjëherë intervenohet dhe realisht ka produkte pra në shtetin që jemi ne largohen nga tregu. Po pra do kisha thonë çdo herë duhet shohim shkakun dhe jo pasojën. Një herë para duhet të jetë prevenimi ose preventiva kryesisht tek lëndet e para që importohen, por edhe tek produktet finale, sepse kur flasim lëndë para, gjatë përpunimit mund të ndodhin edhe raste të tilla. Ja si përmendë rastin e salmonellës në mish realisht, nëse aplikohen procese teknologjike, nëse flasim si lëndë e para, si mish, këtu do të kuptohemi me procese teknologjike adekuate ne këta lloje të këtyre rreziqeve mikrobiologjike që janë ne mund t'i eliminojmë gjatë proceseve me kombinim të trajtimeve pra fizike dhe trajtimet me temperatura të ndryshme që realisht nuk janë termorezistente. Mirë po, nëse flasim import si prodhim final, realisht këtu është një problem shumë i madh sepse kjo është direkt në kontakt me konsumatori dhe konsumatori pra konsumon atë produkt dhe realisht këtu mund të jetë rreziku i toksi infeksioneve ose intoksikacioneve nga këta
produkte të cilat përmbajnë pranë rreziqe mikrobiologjike, po këtu tek këto produkte gjithashtu kemi rreziqet më të larta që janë dhe ato rreziqet si potenciale të rreziqeve kimike, kryesisht kemi të bëjmë me metale të rënda, po gjithashtu kemi me aditive të ndryshme që përdoren në produkte ushqimore si prodhime finale, dhe realisht aditivet kur shprehem kështu janë aditivet në qoftë se përdoren në produktet ushqimore, pra nuk janë një rrezik potencial për konsumatorin në qoftë se përdoren në norma brenda kufive të parapara me rregullore dhe me ligj. Dhe edhe rregulloria për sigurinë ushqimore, edhe ligji për sigurinë ushqimore janë pra i kemi të harmonizuara me ligjet e Unionit Evropian që mbrojnë konsumatorin nga këta rreziqe, mirë po për çdo herë potencoj të jenë brenda normave të parapara me rregullore me ligj. Sidomos metalet e rënda dhe pjesa e ngjyruesve të ndryshëm si aditiv, ose kemi emulgues të ndryshëm aditiv, ose kemi realisht konzervues të ndryshëm, këta janë substancët të cilat që kanë një indikacion toksik, po gjithashtu dhe janë antikancerogjene pra nëse konsumohen dhe janë edhe një herë potencoj në normat mbi ato rekomanduese që janë me ligj. Po jaho. Po faleminderit me Dali. Miqtë e emisionit ton, kjo ishte gjitha sot në Pakufi, folëm për cilësinë dhe sigurinë ushqimore në vendet tona, këtu në studion e Radio Tiranës. Unë isha me profesor Zef Gjetën, faleminderit profesor Gjeta. Në studion e Radio Kosovës me kolegen Mirvet Uka ishte Lamir Thaçi, zëdhënës i Agjencisë Veterinës dhe Ushqimit. Në studion e Radio Shkupit me kolegun Mehmet Ali Jusufi ishte profesor Namik Durmishi nga Universiteti Shtetëror i Tetovës. Në studion e Radio Malit të Zi e ftuar e kolegut Senat Gilaj ishte Adisa Luka, teknologe e ushqimit. Takohemi të enjten tjetër me një temë tjetër të propozuar nga Radio Kosova. Nga unë Jao Margjeka, nga studio Radio Tiranës, miru dëgjofshim dhe mirë mbeqi. Miru dëgjofshim. Mirë dëgjofshim.